detyruar përfaqësues klub. Vllaznia e këtij sezoni do të kërkojë një lloj si titullin kampion në superiore, ashtu edhe në Kupën e Shqipërisë. Këtë e konfirmon edhe drejtori sportiv Jorisin Sinani, i cili pas shortit të gjysmëfinaleve të Kupës komentoi përballjen me Dinamon. Për në kampionat dhe në Kupë, Vllaznia ka kontingjente e mirë të lojtarëve të mjaftueshëm për me luftu për të dy trofet. Normalisht është një garë e vështirë, edhe ekipet e gjysmëfinalistë janë gjithë ekipet vështira. Nuk isha një preferencë të më drejten se aty dihet ekipet cilat janë, por Vllaznia besoj që do të luftojnë për të dy trofet në fund. Me këtë që na bide, Vllaznia do të luftojnë me maksimumin përfitimin e Kupës. Ashtu sigurisht kampionatet dhe të Kupës. S'm frikson fare as Dinamo as njëna prej skuadrave që ishin, them drejten, edhe besoj që ekipi jonë tjetë me kontingjent plot, pa probleme damtimesh, në gjuanat vogla normalisht mund të ketë damtim, po jo shumë lojtar, dhe nëse na kena kontingjent plot nuk frikson fare as Dinamo as një ekip që është. Sinani foli edhe për vazhdimsinë e ekipit në këtë edicion. Ne na të kënaqemi me çurin deri tani, por e dina se kena shumë punë për të bërë deri në fund, është rruga e gjatë deri në fund, por atje na të bindën gjithë. Kështu që dhe besoj që të vazhdojmë kështu. Jena në rrugë të marrë, por rruga është e gjatë. Unë besoj që gjitha skuadrat kanë pas luhatje gjatë sezonit, kush ma shumë, kush ma pak. Jam i kënaqur me çurinë e skuadrës deri tani, e them me plot gojën, normalisht që do të ketë probleme të vogla, jo të mëdha. Puna ja kam theksuar dhe theksoj, kena pas vetëm një problem i 2-3 muaj është damtimesh më shumë dhe asnjë problem tjetër. Kështu që unë besoj që Vllaznia do të ecë me këtë ritëm mirë deri në fund. Jam i bindur që do të luftojmë shumë që me realizu objektivin që kena na. Unë thamë që kena një ekip shumë mirë. Kena djemë mirë, kena staf mirë, kena trajnerët mirë, kena president mirë, kena tifozat mirë, kena stadium mirë, kena çdo gjë për me shkuar deri në fund me pretendu me fitu trofet. Ndeshja e parë në mes Vllaznisë dhe Dinamos do të luhet me 8 prill në Tiranë, ndërsa ajo e kthimit pas 2 javësh me 22 prill në Shkodër.